po na jemi të bë komentim, tefsir, pra tekstual, pra teksti letrar, me ato çka aty për aty e kuptojmë diçka ma thjesht. Edhe normal unë i kam marrë shënimet se para se me hy këtu në këtë emision, unë përgadis. Falenderoj Zotin për kohën që ma jep dhe shëndetin. I shpresoj edhe mençurinë të madhe. Më shoh i gurit, pra përmenden 12 burime, po thot ata i bëjnë pa drejtësi vetes, na çka i kemi ndihmu, i kemi udhëzu, ata prap devijojnë nga rruga e drejtë. Dhe kur ju tha, vendosuni në këtë fshat dhe hani prej nga të duani dhe thuani, na fal o Zot, dhe në derë hyni me përulje, do t'ua falim mëkatet tuaja, edhe punë mirëve do t'ua shtojmë punët e mira. Pastaj ata të padrejtët ndër ata i ndërruan fjalët me tjera fjalë nga ata që u ishin thënë. Edhe ne mbi ata kemi zbritur dënimin nga qielli për shkak se gjithmonë kanë qenë të padrejtë. Dhe pyeti ata për fshatin që gjendej buzë detit, kur e thyen dispozitën për të shtunën. E kemi përmend shtunakët i vinë prej popullit Jahudi në surën Bekare ajeti 67, ku Zoti shtunakët i ka shëndru në derë. Edhe një vend tjetër, kërkone në ChatGPT, thoi ku përmenden, pse përmenden derrat edhe majmunat. Do më thënë që të dy emre, deri dhe majmuni përmendet, se Zoti thot Jahudit, shtunakët, popullin e Musës, të cilëve Zoti i ka thënë mos peshkoni ditën e shtunë, ata për inat, hajta këqyr që ka me bo ky Zoti i Musës, shkojnë peshkojnë dhe thot Zoti i kam shëndru në derra dhe në majmuna. Edhe këtu pra në 163, Araf përmenden shtunakët, pra ndaj të shtunën, Jahudit e kanë në sinagoga ditë pendimi, ditë lutje, paramurit e tjera, ndërka që krishterët e kanë ditën e diele, na muslimanët e kemi ditë feste të javës, ditën e gjuma. Nuk i kemi ditë në dëshkimi. Prandaj, vazhdojmë, kur peshit para syve të tyre u vinin deri sa e festonin të shtunën, dhe kur nuk e festonin më, ata nuk u vinin më. Ja, ashtu i kemi vënë në sprovë për shkak se gjithmonë kanë gabuar. Dhe kur një grup e tyre i thanë, pse këshilloni një popull të cilin Allahu do ta shkatroj ose do të dënoj me mundime të rënda, ata u përgjigjen, për t'u arsyetuar para Zotit tuaj dhe ndoshta ata do të shmangen pak prej mëkateve. Dhe kur e harruan atë me çka ishin të çortuar, gjithmonë i kanë harru fjalët e Musës Zotit, ne i shpëtuam ata të cilët pengonin nga veprat e këqija, kurse me dënim të rënd i përfshim mëkatarët për shkak se gjithmonë kanë qenë mbrapshtan. Dhe pasi që ata me ngulm refuzuan të heqin dorë nga ajo që u ndalohet, ne u thamë, bëhuni majmun të përbuzur. Majmun të përbuzur. Dhe Zoti yt njoftoi se deri në ditën e Kiametit do të lëshojmë pushtetin e dikujt i cili do t'ju shtyp në mënyrë më të keqe. Zoti yt është me të vërtet i shpejt në dënim, por ai edhe fal shumë edhe është mëshirëplot. Dhe ne ata i kemi shpërndarë në për tokë, asnjë vend nuk e kanë shtetin e vet. Pra i kemi shpërndarë në për tokë si popull. Ka të mirë, por ka edhe që nuk janë të mirë.